pjatat që përgatita për tek tavolina e shoqes. Siç e keni parë dhe nga videot, e bëm party për shoqen që të shikoni ma priste djalë apo vajzë, edhe çdo gjë ishte e përgatitur nga familja e saj për ushqimin, vetëm që donte disa starter derisa të vinte ushqimi tek vendi ku ishim. Edhe më thanë që ose mundem të përgatit diçka edhe unë, i thash pse jo, me gjithë kënaqësi. Në fillim preva djathtin, preva këta kastraveca turshi që janë, disa ullinjë, edhe salami ishte i gatshëm. Jo se bëra ndonjë kushedi, nuk kisha edhe kohë që të bëja diçka tjetër, ndaja edhe këto gjëra të thjeshta, po dua them që u pëlqyen shumë. Tani në një pjatë vendosa në mes ullinj, edhe lart e poshtë sallami dhe djathtin, te pjata tjetër vendosa në mes kastravecë. I shtrim në pjatë këto të gjitha që të mundem që ti transportojmë atje dhe ti mbulojmë. Dhe pastaj kur shkuam atje i çuam të gjitha lart dhe ngjanin shumë bukur.